Në një vil të veçuar, foshnja trashëgimtare e një familjeje të fuqishme është në prag të vdekjes, ndërsa 9 mjek përpiqen ta shpëtojnë. Megjithatë, është një vajzë e vëmendshme, pa asnjë shkollim mjekësor, ajo që zbulon çelësin e mbijetesës së tij. Në mes të komploti familjar, guximi i saj nxjerr në dritë një plan të errët dhe ndryshon fatin e të gjithëve. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Rezidenca ngrijej madhështore në zonën e Bllokut, në Tiranë, si një monument i suksesit dhe pushtetit. Portat e saj të larta prej hekurit të punuar mbronin jo vetëm një pasuri miliona eurosh, por edhe sekrete që askush nuk guxonte t'i përmendte me zë të larë. Pas mureve të bardha dhe dritareve të gjera, jeta rrifte me një heshtje të llogaritur, ku çdo fjalë ishte e matur dhe çdo gjest mbarte një peshk të padukshme. Lura ishte 11 vjeç kur kaloi atë portë për herë të parë. Sytë e saj të errët vëzhgonin gjithçka me kureshtje dhe kujdes, ndërsa shtrëngonte fort dorën e nënës së saj, Dritës. Vajza vinte nga një lagje e thjeshtë në kombinat, ku shtëpit ishin të vogla dhe rrugët e ngushta gëlonin nga jeta dhe zhurma. Atje në Bllok, heshtja ishte ndryshe. Nuk ishte paqe. Ishte përmbajtje. Drita kishte arritur të punësoj si ndihmës ekonomiste e shtëpisë pas muajsh kërkimi. E mbetur vejush prej 3 vitesh, ajo kishte nevojë për atë punë si për ajrin. Vendi i punës përfshinte strehimin për të dhe të bien, një përfitim i rrallë që bëri që sytë e saj të shkëlqenin nga lehtësimi kur mori konfirmimin. Lura e vuri re ndryshimin në fytyrën e nënës dhe, ndonse ndjente frikë nga e panjohura, vendosi të ishte e fortë. Në fund të fundit, këtë e kishte mësuar gjithmonë e ama, të ishte e fortë, të vëzhgonte dhe të mbronte ata që donte. Gruaja që i priti në hyrjen e shërbimit ishte zonja Shpresa, kryeshërbëtorja e shtëpisë. E gjatë, me shpatulla të gjera dhe qëndrim ushtarak, ajo ishte rreth të 60-tave dhe kishte një vështrim që dukej se i te shponte njerëzit. Flokët e saj të thinjur ishin të kapur në një topuz të patëmet dhe uniforma e saj blu e errët nuk kishte asnjë rrullë. Kur foli, zëri i saj tingëlloi i prerë dhe pa ngrohtësi. Mirë se vini. Shpresoj ta kuptoni se kjo është një shtëpi familjeje tradicionale. Këtu vlerësojmë diskrecionin, efikasitetin dhe mbi të gjitha, respektimin e rregullave. Drita, ti do të më raportosh drejt për drejt mua. Sa i përket vajzës, ajo mund të lëvizë në zonat e shërbimit, por kur nuk duhet të hyjë në dhomat kryesore pa autorizim të shprehur. A është e qartë? Po, zonja Shpresa. Plotësisht e qartë, u përgjigj Drita, duke shtrënguar lehtë dorën e Lurës. Vajza vetëm tundi kokën, por sytë e saj po regjistronin çdo detaj. Mënyrën se si zonja Shpresa kryqëzonte krahët. Mënyrën se si i mblidheshin vetullat kur shikonte Lurën. Tensionin pothuajse të padukshëm në buzët e saj të holla. Kishte diçka te ajo grua që nuk përshtatej me funksionin e kujdesit për një shtëpi. Dukej më shumë si dikush që komandonte një ushtri të padukshme. Në ditët në vijim, Lura filloi të njihte punonjësit e tjerë. Agimi, shoferi, ishte një burr në moshë të mesme, gjithmonë i veshur me kostum të errët, me një shprehje neutrale që nuk ndryshonte kurrë. Lëvizjet e tij ishin të ngurta, të llogaritura, sikur çdo hap ishte planifikuar që më parë. Ai nuk buzëqeshte. Nuk bënte shaka. Vetëm përshëndeste me një tundje koke dhe ndiqte rutinën e tij me saktësi ushtarake. Lura vuri re se ai lëvizte nëpër të gjitha dhomat e shtëpisë, jo vetëm në garazh. Ndonjëherë e shite të qëndronte nëpër korridore duke vëzhguar sikur të ishte në roje. Pastaj ishte Teuta, dadoja e vogëlushit Genti, foshnjës së familjes. Teuta ishte rreth të 30-tave, me flokë gështenjë gjithmonë të kapur bisht dhe një buzëqeshje të ëmbël që shfaqej vetëm kur ishte larg zonjës Shpresa. Në ditët e para, ajo ishte e dashur me Lurën. E pyeti për shkollën e saj të mëparshme, i lavdëroi vizatimet, i ofroi biskota kur e shihte duke mësuar në kuzhinën e shërbimit. Por shpejt kjo mirësi filloi të zbehej. Teuta filloi t'i shmangej vështrimit të Lurës, të dridhej lehtë kur mbante foshnjën, të largohej shpejt nga dhomat kur vajza hynte. Lura nuk e kuptonte se çfarë kishte ndryshuar, por ndjente se diçka nuk shkonte. Familja Aliu përbëhej nga 3 anëtar kryesor. Besnik Aliu, patriarku, ishte një sipërmarrës i suksesshëm në fushën e ndërtimit.
I gjatë, me flokë të thinjur dhe shpatulla të gjera, ai kishte qëndrimin e dikujt që kishte qenë gjithmonë në krye. Prania e tij mbushte mjediset dhe zëri i tij I rënd u shtonte nëpër korridore kur jepte urdhra në telefon. Udhëtonte vazhdimisht për punë, duke kaluar më shumë kohë në hotele dhe zyra sesa në shtëpi. Kur ishte I pranishëm, I trajtonte punonjësit me një edukat të largët, pothuajse automatike, si dikush që përmbush një protokoll shoqëror pa përfshirje reale. Blerina, bashkëshortja e tij, ishte një grua me një bukuri të brishtë dhe sy gjithmonë të lodhur. Duhej të ishte rreth të 40-tave, por dukej se mbante peshën e shumë më tepër viteve. Flokët e saj bjond ishin gjithmonë të krejur mirë, tualeti I saj I patëmet, por kishte një mungesë në vështrimin e saj që Lura e vuri re që në takimin e parë. Blerina rrallë buzëqeshte. Flishte pak. Kalonte orë të tëra në dhomë ose në balkon, duke parë kopshtin pa parë vërtet asgjë. Lura vuri re se ajo merrte barna çdo ditë në orare fikse, gjithmonë të administruara nga zonja Shpresa, e cila hynte në dhomë me një tabaka argjendi, një gotë ujë dhe 3 kokra me ngjyra të ndryshme. Dhe ishte Genti, foshnja. Me vetëm 6 muaj jetë, ai ishte qendra e padukshme e gjithë asaj shtëpie. Sytë e tij blu kureshtar ndiqnin lëvizjet rrotull. Buzëqeshja e tij shfaqej lehtë kur Teuta këndonte me zë të ulët. Por Lura vuri re diçka të çuditshme, Blerina kur nuk qëndronte vetëm me djalin e saj. Gjithmonë kishte dik pranë. Zonja Shpresa, Teuta ose edhe Agimi që qarkullonin vërdall. Në fillim, vajza mendoi se ishte kujdes I tepruar I një nëne të shqetësuar. Më pas filloi të dyshonte se ishte diçka tjetër. Mbikëqyrje. Javët po kalonin dhe Lura zhvilloi një rutinë të heshtur. Zgoi herët, ndihmonte nënën me detyra të lehta, mësonte pasdite në bibliotekën e vogël të shërbimit dhe vëzhgonte. Gjithmonë duke vëzhguar. Nëna e saj, Drita, punonte palodhshëm, duke organizuar dollapët, duke mbikëqyrur pastrimin, duke ndihmuar zonjën Shpresa në të gjitha kërkesat e shtëpisë. Ajo dukej e lumtur që kishte stabilitet, që mund t'i ofronte një çati të sigurt të bijës. Lura I buzëqeshte nënës, por për brenda mbante një shqetësim në rritje. Kishte biseda që ndërpriteshin kur ajo hynte. Vështrime të shkëmbyera mes zonjës Shpresa dhe Agimit. Mënyra se si Teuta shmangte syt sa herë mbante Gentin. Dhe Blerina, gjithmonë e largët, gjithmonë nën efektin e barnave, gjithmonë e shoqëruar. Një pasdite, Lura ishte në qilar duke organizuar vazot e ushqimeve kur dëgjoi zëra të mbytur që vinin nga kuzhina e shërbimit. E njohu menjëherë tonin e ulët dhe të tensionuar. Ishin Teuta, Agimi dhe zonja Shpresa. Instinktivisht, vajza u mblodh mes rafteve duke mbajtur frymën. E dinte që nuk duhej të dëgjonte, por diçka më e fortë e mbajti atë aty, të palvizur. Nuk mundem më, thoshte Teuta me zë të dridhur. Nuk ishte kjo ajo për të cilën rënë dakord. Ai është vetëm një foshnjë, Shpresa. Një foshnjë e pafajshme. Ti e dije që në fillim se cili ishte plani, u përgjigj zonja Shpresa me një ftohtësi prerëse. Mos u shfaq tani me sentimentalizma të lirë. Ti ke një borxh kujtimit të axhës tënd, ashtu si ne. Por kjo nuk është e drejtë. Unë e shikoj atë dhe shoh vetëm një fëmijë. Jo përgjegjësin. Jo fajtorin. Ai nuk ka asnjë lidhje me atë që ndodhi. Nuk ka rëndësi, ndërhyri Agimi me zë të ulët dhe të kontrolluar. Kemi shkuar shumë larg. Nuk ka kthim pas. Ajo që u vendos do të zbatohet. Është çështje nderi. Nderi? Teuta pothuajse bërtiti, por u kontrollua. Çfarë nderi ka në lëndimin e një fëmije të pafajshëm? Heshtje. Më pas, zëri I zonjës Shpresa preu ajrin si një thikë. Kujtohu se çfarë I bëri ai gjakut ton. Kujtohu premtimet e thyera. Kujtohu se si ai shkatërroi gjithçka pa asnjë pikë pendese. Kjo nuk është hakmarrje. Është drejtësi. Dhe ti do të përmbushësh pjesën tënde, Teuta. Mos më zhgënje. Lurës I rahu zemra fort. Duart I dridheshin ndërsa mbante skajin e raftit. Çfarë do të thoshte kjo? Çfarë plani ishte ai? Dhe kush ishte ai që përmendte zonja Shpresa? Besniku? Genti? Ajo priti derisa dëgjoi hapat të largoheshin. Vetëm atëherë doli nga qilari me këmbët që I dridheshin dhe mendjen lëmsh. Duhej t'i tregonte dikujt. Por kujt?
Nëna e saj ishte aq e lumtur me punën. Po sikur Lura të tregonte diçka dhe të mos merrej seriozisht, po sikur të humbisnin gjithçka për shkak të një dyshimi të pabazuar, vendosi të vëzhgonte më shumë. Të priste. Të mblidhte informacione para se të vepronte. Në ditët që pasuan, Lura intensifikoi mbikëqyrjen e saj diskrete. Vuri re se Blerina i merrte Barnat gjithmonë e më herët. Se Teuta shmangte qëndrimin vetëm me Gentin, duke thirrur gjithmonë dik për ta shoqëruar. Se Agimi lëvizte nëpër shtëpi si një fantazm, gjithmonë i pranishëm, gjithmonë i vëmendshëm. Dhe se zonja Shpresa kontrollonte absolutisht gjithçka, nga oraret e vakteve deri te kush mund të hynte ose të dilte nga dhomat e caktuara. Një natë, Lurën e zuri etja. Zbriti vjedhurazi deri në kuzhinë, duke u munduar të mos bënte zhurmë. Kur u afrua, dëgjoi përsëri zëra. Këtë herë, vetëm dy. Agimi dhe zonja Shpresa. Gjithçka është gati për javën tjetër. Ai do të udhëtoj përsëri. Do të jetë momenti ideal. Po bashkëshortja. Blerina do të jetë në gjumë. E kam rregulluar tashmë dozën e medikamenteve. Ajo nuk do të shoh asgjë. Nuk do të di asgjë. Dhe pastaj? Pastaj do të ikim. Siç u morëm vesh. Secili në një cep të ndryshëm të vendit. Pa gjurmë. Pa lidhje. Kjo u planifikua për vite me radhë, Agim. Nuk mund të dështojmë tani. Lura u tërhoq ngadalë, duke u kthyer në dhomë me zemrën që i rrite fort në kraharor. Dyshimet e saj po konfirmoheshin. Kishte një plan. Një plan që përfshinte Gentin. Një plan që do të ekzekutohej kur besniku të ishte në udhëtim dhe Blerina e paaft për të vepruar. Atë natë, Lura mezi fjeti. Qëndroi duke parë tavanin, duke menduar për foshnjën me sy blu, për buzëqeshjen e pafajshme, për lëvizjet që bënte në ajër me duart e tij të vogla. Kujtoi fëmijërinë e saj para se të humbiste baban. Kujtoi një fqinje që pothuajse humbi djalin për shkak të një diagnoze të gabuar. Kujtoi dhimbjen, dëshpërimin, ndjenjen e pafuqisë. Nuk mund të linte që kjo të ndodhte. Por si ta ndalonte? Ishte vetëm një vajzë. Askush nuk do ta besonte. Dhe po t'i tregonte nënës, mund ta vinte edhe atë në rrezik. Lura vendosi se duhej të ishte e vëmendshme. Shumë e vëmendshme. Duhej të zbulonte më shumë detaje, të kuptonte saktësisht se çfarë planifikonin të bënin dhe të gjente një mënyrë për të mbrojtur Gentin pa ekspozuar nënën e saj. Ditët kaluan me një tension në rritje. Lura vëzhgonte çdo lëvizje, çdo bisedë, çdo vështrim. Dhe sa më shumë shite, aq më shumë bindej se diçka e tmerrshme ishte gati të ndodhte. Besniku njoftoi se do të udhëtonte javën e ardhshme për një projekt të rëndësishëm në Vlorë. Do të qëndronte jashtë për të paktën 5 ditë. Blerina tundi kokën mekanikisht, pa shfaqur emocion. Zonja Shpresa buzëqeshi diskretisht. Teuta uli syt. Agimi mbeti i pandryshueshëm. Lura ndjeu një rënqethje në shtyllën kurrizore. Numërimi mbrapsht kishte filluar. Atë natë, ndërsa ndihmonte nënën të paloste peshqirët në lavanderi, Lura pothuajse i tregoi gjithçka. Fjalët i erdhën deri në maj të gjuhës, por ajo i gëlltiti përsëri. Nuk mund të rrezikonte. Jo ende. Drita e vuri re vështrimin e largët të së bijës dhe i kaloi dorën mbi flok me dashuri. A është gjithçka mirë, bija ime? Je bërë shumë e heshtur. Mirë jam, mami. Po mendoj vetëm për shkollën e re. Drita buzëqeshi, e lehtësuar. Do të përshtatesh. Gjithmonë ke qenë e zgjuar. Më e zgjuar se sa kam qenë unë ndonjëherë. Lura e përqafoi nënën, duke ndjer erën ngushëlluese të detergjentit dhe livandës. Donte ta mbronte. Të mbronte Gentin. Të mbronte veten. Por si? Të nesërmen në mëngjes, Lura pa Blerinën duke marrë Barnat si gjithmonë. Zonja Shpresa qëndroi pranë saj, duke pritur që ajo të gëlltiste çdo kokër. Më pas, kryeshërbëtorja mori gotën e zbrazët dhe doli nga dhoma me një buzëqeshje pothuajse të padukshme në buzë. Diçka në atë buzëqeshje ia ngrin gjakun Lurës. Mungonin 4 ditë për udhëtimin e besnikut. Lura e dinte se koha po mbaronte. Duhej të vepronte. Por nuk dinte si.
Atëherë, në një pasdite me shi të shtunën, ndërsa të gjithë ishin të zënë me detyrat e tyre, Lura u aventurua në bodrumin e rezidencës. Nuk kishte zbritur kur atje më parë. Zonja Shpresa e mbante gjithmonë derën të mbyllur me çelës. Por atë ditë, nga ndonjë pakujdesi ose shpërndarje mendjeje, dera ishte gjysmë e hapur. Vajza zbriti shkallët prej druri që kërcisnin nën këmbët e saj. Ajri ishte i lagësht dhe i ftohtë. Rafte plot me kuti të vjetra, mobilje të mbuluara me çarçaf të bardhë dhe një erë myku që qëndronte në mjedis. Në fund të bodrumit ishte një tavolin druri me një pirg letrash. Lura u afrua, me zemrën që i rrite fort. Mori letrën e parë. Ishte një prerje gazete e vjetër, e zverdhur nga koha. Titulli thoshte, aksidenti në kantier le inxhinierin në gjendje të rëndë. Ajo vazhdoi të shfletonte. Më shumë prerje. Foto të vjetra. Dokumente. Dhe pastaj gjeti një certifikat vdekjeje. Emri ishte Fatos Memaj. Data, 12 vjet më parë. Lura ktheu letrën dhe gjeti një foto. 3 njerëz duke buzëqeshur. Një burr në moshë të mesme, një grua e gjatë me flokë të errët dhe një djalë i ri. Në anën e pasme, shkruar me dorë, Fatosi, Shpresa dhe Agimi. Vëllezër e motra të bashkuar. Për gjithmonë. Bota sikur u rrotullua rreth Lurës. Zonja Shpresa, Agimi dhe ai burr ishin vëllezër e motër. Po Teuta? Lura vazhdoi të kërkonte derisa gjeti një foto tjetër. Fatosi duke mbajtur një vajzë të vogël në krah. Në anën e pasme, mbesa ime Teuta, thesari im. Gjithçka filloi të merrte kuptim. Fatosi kishte punuar për besnik Aliun. Diçka kishte ndodhur në kantier. Diçka që i kushtoi jetën Fatosit. Dhe tani, të afërmit e tij ishin në shtëpinë e besnikut, duke punuar për të, duke fituar besimin e tij. Gjithçka për të ekzekutuar një plan hakmarrjeje që u deshën vite për t'u projektuar. Dhe shënjestra ishte Genti. Djali. Trashëgimtari. Vazhdimi i linjës Aliu. Lura ndjeu përzierje. I la të gjitha siç ishin dhe u ngjit me vrap shkallëve. U mbyll në dhomë dhe u mundua të organizonte mendimet. I duheshin prova. Duhej t'i tregonte dikuj. Por kush do ta besonte një vajzë 11 vjeçare që akuzonte 3 punonjës të besuar për një plan të tillë? Mungonin 3 ditë për udhëtimin e besnikut. Lura mezi hante. Mezi flinte. Nëna e saj filloi të shqetësohej, por vajza këmbëngulte se ishte vetëm e lodhur. Drita, gjithmonë e zënë, e pranoi shpjegimin dhe vazhdoi me detyrat e saj. Të dielën mbrëma, besniku mblodhi të gjithë punonjësit në dhomën e ndenjes. Ishte diçka e pazakontë. Të gjithë u tensionuan. Dua t'ju falenderoj për punën tuaj. E di që mbaj një rutinë të munguar, por kam besim te secili prej jush këtu. Zonja Shpresa, Agimi, Teuta, ju jeni pjesë e kësaj shtëpie prej vitesh. Dhe Drita, ti e treguar një shtesë e shkëlqyer për ekipin. Falenderoj edhe të ren Lura, e cila është sjellë në mënyrë shembullore. Lura uli syt, duke ndjer peshën e vështrimit të zonjës Shpresa mbi vete. Do të udhëtoj nesër herët. Mbështetem të gjithë ju për të mbajtur gjithçka në rregull. Blerina nuk po ndihet shumë mirë, ndaj kërkoj vëmendje të veçantë për të dhe për vogëlushin Genti. Mos u shqetësoni, zoti besnik. Do të kujdesemi për gjithçka, tha zonja Shpresa me një buzëqeshje që nuk i arriti sy. Pas mbledhjes, Lura pa Agimin dhe zonjën Shpresa të shkëmbenin një vështrim domethënës. Teuta doli nga dhoma shpejt, sikur nuk duronte dot të qëndronte aty. Mungonin pak orë. Lura e dinte se duhej të ishte e përgatitur. Çfarëdo që planifikonin të bënin, ajo duhej të ishte e pranishme. Duhej të ishte e vëmendshme. Duhej të mbronte Gentin në ndonjë mënyrë. Atë natë, e shtrirë në shtrat, Lura bëri një premtim të heshtur. Nuk do të linte që asgjë t'i ndodhte asaj foshnjeje. Nuk kishte rëndësi rreziku. Nuk kishte rëndësi frika. Ajo kishte parë shumë. Dinte shumë. Dhe tani kishte një përgjegjësi që nuk e kërkoi, por që nuk mund ta injoronte. Agimi solli me vete largimin e besnikut. Lura vështroi nga dritarja ndërsa ai hyri në makinë dhe Agimi mbylli derën. Motori u ndes. Porta u hap. Dhe rezidenca u zhyt në një heshtje të rëndë.
Blerina i mori barnat që herët në mëngjes. Zonja Shpresa qëndroi më gjatë se zakonisht në dhomën e saj. Kur doli, bashkëshortja e patriarkut ishte tashmë me sytë gjysmë të mbyllur, duke luftuar kundër gjumit të shkaktuar. Teuta mori Gentin nga djepi dhe e çoi në dhomën e ndenjes. Duart e saj dridheshin dukshëm. Foshnja qau pak, duke ndjerë tensionin. Agimi qarkullonte nëpër shtëpi, duke kontrolluar dyert, dritaret, sikur po vuloste të gjitha rrugët e aratisjes. Dhe zonja Shpresa koordinonte gjithçka me një efikasitet të ftohtë. Lura vëzhgonte nga larg, e fshehur pas dyerve, duke u shtirur sikur po mësonte, sikur nuk po kushtonte vëmendje. Por çdo fibër e qenies së saj ishte në alarm. Orët kaluan ngadalë. Pasditja ra. Mbrëmja erdhi. Blerina flinte thellë në dhomë. Drita ishte në lavanderi, duke palosur çarçafët. Lura mbeti në kuzhinë, duke u shtirur sikur po hante diçka. Dhe atëherë, rreth orës 10 të mbrëmjes, dëgjoi një zhurmë të mbytur që vinte nga kati i sipërm. Një e qarë e ndërprerë. Një zhurmë e huaj. Zemra i rahu fort. U ngjit me vrap, duke u munduar të mos bënte zhurmë. Kur u afrua te dhoma e foshnjës, pa Teutën duke dalë shpejt me Gentin në krah. Foshnja ishte i zbedh. Buzët e tij filluan të nxiheshin. Teuta zbriti shkallët pothuajse duke vrapuar, me sytë e zgjeruar nga paniku. Lura e ndoqi, duke mbajtur distancë. Kur arriti në kuzhinë, Teuta e vendosi Gentin mbi banakun e mermer. Foshnja nuk lëvizte. Nuk qante. Zonja Shpresa u shfaq menjëherë, e ndjekur nga agimi. Çfarë bëre? Pyeti Shpresa me një urgjencë të përmbajtur. Unë nuk e di. Ai thjesht ndaloi së reaguari. Unë bëra vetëm atë që më the, por thirr ambulancën. Tani. Agimi mori telefonin. Pas pak minutash, ndihma e shpejtë do të ishte aty. Lura mbeti e fshehur pranë qilarit, duke vëzhguar gjithçka. Trupi i saj dridhej. Mendja e saj bërtiste. Ajo e dinte. E dinte që kjo nuk ishte aksident. E dinte që i kishin bërë diçka Gentit. Diçka që tani dukej se kishte dalë jashtë kontrollit. Foshnja ishte i palvizur. I zbehtë. Buzët e nxira. Dhe ndërsa të gjithë prisnin ambulancën të mbërrinte, Lura mori vendimin më të vështirë të jetës së saj. Ishte koha për të vepruar. Sirena e ambulancës preu heshtjen e natës në blok. Zhurma u shtonte nëpër rrugët me pemë, duke zgjuar kurreshtjen e fqinjeve që vështronin nga dritaret. Në rezidencën e Aliuve, kaosi ishte instaluar në një mënyrë të përmbajtur, pothuajse të heshtur, sikur edhe dëshpërimi duhej të ndiqte një protokoll. Lura mbetej e fshehur mes hijeve të qilarit, duke vëzhguar skenën që po zhvillohej në kuzhinë. Genti vazhdonte të ishte i palvizur mbi banakun e mermer, trupi i tij i vogël dukej shumë i vogël për atë hapësirë të ftohtë. Teuta qante me zë të ulët, duart i dridheshin ndërsa përkëdhelte flokët e foshnjës. Agimi qëndronte në këmbë, i ngurtë si një statuj, me sytë e fiksuar te dera. Dhe zonja Shpresa, me efikasitetin e saj karakteristik, kishte përgatitur tashmë një histori për mjekët. Ai thjesht ndaloi së reaguari. Dadoja e gjeti kështu në diell. Nuk e dim se çfarë ndodhi. Gënjeshtra doli nga buzët e saj me aq naturalitet sa Lura ndjeu një rëqethje. Ajo grua ishte e përgatitur për gjithçka. Kishte përgjigje gati. Kishte një plan për çdo rast. Mjekët mbërritën në më pak se 10 minuta. Ishin 2 burra dhe një grua, të gjithë të veshur me blu, duke mbajtur valixhe me pajisje dhe një ajër urgjence të kontrolluar. Gruaja, që dukej se ishte drejtuesja e ekipit, mori komandën menjëherë. Kur e vut re ndryshimin në gjendjen e tij, para rreth 15 minutash, u përgjigj zonja Shpresa pa hezituar. Dadoja e vuri në gjumë normalisht, por kur shkoi ta kontrollonte, ai ishte kështu. Mjekja filloi të vlerësonte Gentin. Kontrolloi rrugët e frymëmarrjen, rrahjet e zemrës. Fytyra e saj mbeti profesionale, por Lura pa shqetësimin në sytë e saj. Na duhen mjek specialist këtu. Tani. Telefononi doktor Arbenin dhe ekipin e spitalit Nën Tereza. Thuajuni se është një urgjencë pediatrike e rëndë. Agimi mori telefonin përsëri. Brenda 20 minutash, mjekët filluan të mbërrinin. Jo 1 ose 2.
9 profesionistë ju përgjigjen thirrjes, përfshirë pediatër, reanimator dhe një specialist të urgjencave neonatale. Shtëpia që dikur ishte e heshtur u shndërrua në një qendër mjekësore të improvizuar. Lura njohu disa prej tyre. Doktor Arben Bardhi ishte pediatri privat i familjes, një burr në moshë të mesme me flokë të thinjur dhe syze me kornizë ari. Doktoresha Lindita Sula, kardiologe pediatre, mbërriti menjëherë pas tij, duke sjellë një defibrilator portativ. Mjek të tjerë që Lura nuk i njihte hyn duke mbajtur pajisje, barna, bombola oksigjeni. Kuzhina u kthye në një sallë urgjence. Larguan karriget, pastruan banakun, organizuan pajisjet rreth Gentit. Dritat u ndezën në maksimum. Zhurma e makinave që bënin bip filloi të mbushte hapësirën. Lura vëzhgonte gjithçka me zemrën që i rrite fort. Pa kur e lidhen Gentin me monitorin kardiak. Pa kur i vendosën një serum në krahun e tij të vogël. Pa kur filluan t'i jepnin barna. Oksigjen të pastër përmes një maske të vogël. Adrenalin. Barna të tjerë emrat e të cilëve nuk i dinte. Mjekët punonin në një heshtje të koordinuar duke komunikuar me fjalë teknike dhe gjeste të sakta. Lura shite përqendrimin në fytyrat e tyre, tensionin në lëvizjet e tyre. Po luftonin kundër kohës. Saturimi i oksigjenit në 70%. Është shumë i ulët. Rriteni rrjedhën. Përgatituni për intubim nëse nuk përgjigjet. Frekuenca kardiake po bie. 50 rrahje. Më shumë adrenalin. Tani. Lura donte të ikte prej andej. Donte të vraponte në dhomë dhe të fshihej në batanie. Por nuk mund t'i lëvizte këmbët. Ishte e mbërthyer aty, dëshmitare e pavullnetshme e diçka që askush tjetër nuk dukej se e shite. Sepse ndërsa të gjithë fokusoheshin te protokollet mjekësore, te teknologjia, te numrat e makinave, Lura shite diçka ndryshe. Ajo shite foshnjën. Shite Gentin. Shite buzët e tij që po bëheshin gjithmonë e më të nxira. Shite ngjyrën e lëkurës së tij që ndryshonte nga e zbeth në gri. Dhe shite diçka më shumë. Diçka që asnjë nga mjekët nuk dukej se e vërente. Një ngjyrë të çuditshme në pjesën e pasme të fytit të Gentit. Ajo imazh zgjoi një kujtim të vjetër, të varrosur në thellësitë e mendjes së saj. Lura ishte 7 vjeç kur një fqinje në lagjen e kombinatit pothuajse humbi djalin e saj foshnjë. Të gjithë mendonin se ishte një krizë e zakonshme respiratore, por fëmia nuk përmirësoi. Derisa një agjente shëndetësore, më me përvojë, vuri re një ngjyrë të errët në fyt dhe zbuloi se foshnja kishte gëlltitur diçka toksike. Nuk ishte aksident. Dikush i kishte dhënë diçka fëmijës të maskuar si ilaç. Ai imazh nuk i doli kur nga koka Lurës. Dhe tani, duke parë Gentin, ajo shite të njëjtën gjë. Të njëjtën ngjyrë. Të njëjtin model. Ata po kurojnë gjën e gabuar, mendoi Lura me një dëshpërim në rritje. Po mundohen të bëjnë zemrën të rrah, mushkërit të marrin frym, por problemi nuk është aty. Është në fyt. Është në atë që ai ka gëlltitur. Por si ta thoshte këtë? Kush do ta besonte një vajzë 11 vjeçare që vinte në dyshim 9 mjek specialist? Lura shikoi rrotull. Drita kishte mbërritur në kuzhinë, e tërhequr nga lëvizjet. Ishte mbështetur pas murit, me duart që mbulonin gojen, sytë e zgjeruar nga shoku. Blerina vazhdonte të flinte thellë në dhomë, pa e ditur se djali i saj po luftonte për jetën. Zonja Shpresa vëzhgonte gjithçka me një shprehje që Lura nuk mund ta deshifronte. A kishte shqetësim aty? Apo ishte vetëm një maskë bindëse? Teuta qante diskretisht në një cep, duke shmangur shikimin nga Genti. Agimi mbetej i palvizur pranë derës si një roje. Mjekët vazhdonin të punonin. Më shumë barna. Më shumë oksigjen. Kontrolluan reflekset. Ekzaminuan bebëzat e syve. Munduan të stimulonin reagime. Asgjë nuk funksiononte. Genti nuk lëvizte. Nuk qante. Nuk përgjigjej. Saturimi i oksigjenit nuk ngrihet. Është në 68. Përgjigje minimale ndaj stimulimeve. Reflekset pothuajse mungojnë. Përgatitni defibrilatorin. Mund të jetë aritmi. Lura ndjeu panikun të rritej brenda saj. Ata po ndiqnin të gjitha protokollet e sakta, por Genti nuk përmirësoi.
Dhe çdo sekond që kalonte ishte një sekond më pak jetë. Ajo shikoi përsëri fytin e foshnjës. Nga ku ishte, mund ta shihte vetëm pjesërisht, por ngjyra e errët ishte aty. Ishte e sigurt. Dhe nëse askush nuk bënte asgjë, Genti nuk do të mbijetonte. Vajza mbylli syt, duke u munduar të mblidhte guximin. Kujtoi fjalët e babait të saj, të vdekur 3 vjet më parë. Ai thoshte gjithmonë se të bëje gjën e duhur ishte më e rëndësishme se sa të dukeshe e edukuar. Se të mbroje ata që duam kërkonte guxim, edhe kur kishim frikë. Lura nuk e njihte Gentin nga afër. E kishte parë foshnjën vetëm disa herë, gjithmonë nga larg. Por ai fëmijë ishte i pafajshëm. Nuk kishte faj për gabimet e babait. Nuk meritonte të pagante për krimet që nuk i kishte kryer. Dhe nëse ajo nuk bënte asgjë, do të jetonte gjithë jetën duke e ditur se mund të kishte shpëtuar një jetë dhe zgjodhi heshtjen. Nuk ishte një zgjedhje. Ishte një detyrim. Lura doli nga qilari, këmbët i dridheshin, zemra i rrite fort. Eci drejt banakut ku Genti ishte i rrethuar nga mjek dhe pajisje. Të gjithë ishin aq të përqendruar sa askush nuk e vuri re afrimin e vajzës. Derisa ajo foli. Doktor, mendoj se problemi është në fytin e tij. Zëri i saj doli më i lartë se sa e kishte menduar, duke prerë heshtjen teknike të kuzhinës. Të gjithë u kthyen. Nënt palë sy u fiksuan mbi të. Drita zgjeroi syt, e befasuar dhe e frikësuar. Zonja Shpresa mblodhi vetullat. Teuta ndaloi së qari. Agimi bëri një hap përpara, sikur do të ndërhynte. Doktor Arbeni e shikoi Lurën me një përzierje konfuzioni dhe irritimi. Vajz, ky nuk është momenti. Të lutem, largohu prej këtu. Por Lura nuk lëvizi. Kishte kaluar një vit të padukshme. Nuk mund të kthehej pas tani. Ka një ngjyrë të errët atje brenda. Në fytin e tij. Unë e pash. Mendoj se ka gëlltitur diçka. Diçka të keqe. Ne i kemi vlerësuar tashmë rrugët e frymëmarrjes. Gjithçka është e lirë. Tani, të lutem, na lini të punojmë. Por Lura nuk doli. Bëri edhe një hap përpara. Unë e kam parë këtë më parë. Një foshnjë pothuajse vdiq në lagjen time për shkak të kësaj. Të gjithë mendonin se ishte krizë respiratore, por ishte helmim. Ngjyra ishte e njëjtë. Ju lutem, vetëm shikojeni. Vetëm kontrollojeni. Doktor Arbeni Pshertiu, qartësisht i paduruar. Po bëhej gati ta largonte vajzën përsëri kur doktoresha Lindita, kardiologia, ngriti dorën. Prit. Më lër ta shoh. Ajo mori një elektrik të vogël dhe u afrua te Genti. Hapi me kujdes gojën e foshnjës, ndriçoi fytin dhe e ekzaminoi për disa sekonda. Fytyra e saj ndryshoi. Shpreha e zakonshme ia la vendin vëmendjes absolute. Arben, hajde shikoje këtë. Pediatri u afrua, duke mbledhur vetullat. Shikoj atje ku doktoresha po tregonte. Dhe pastaj fytyra e tij u zbeth. O Zot! Ka një ngjyrë jo normale këtu. Ky nuk është model i hipoksisë së zakonshme. Duket si reakcion kimik. Intoksikim? Është e mundur. Duhet të bëjmë lavazh gastrik menjëherë. Dhe të marrim mostra. Shpejt. Kuzhina hyri në një ritëm të ri. Më urgjent. Më të fokusuar. Mjekët ndryshuan plotësisht qasjen. Përgatitën pajisjet për lavazh gastrik, mblodhen mostra të pështymës dhe përmbajtjes së stomakut, administruan antidot universal ndërsa prisnin identifikimin e substancës. Lura u tërhoq, duke u dridhur nga kokat e këmbët. Drita vrapoi drejt saj dhe e përqafoi fort, duke i përshpëritur fjalë ngushëlluese që vajza mezi i dëgjonte. Zemra e saj rrite aq fort sa mbytite të gjithë tingujt e tjerë. Zonja Shpresa vëzhgonte Lurën me një vështrim të akull. Teuta ishte mbledhur edhe më shumë në cep. Agimi shtrëngoi grushtet, nofulla e tij ishte e tensionuar. Minutat në vijim ishin agoni e pastër. Mjekët punonin etshëm, duke administruar trajtime, duke monitoruar reaksionet, duke rregulluar protokollet. Lura nuk mund t'i hiqte syt nga Genti. Pa kur trupi i tij i vogël filloi të reagonte. Së pari një dridhje e lehtë. Pastaj një koll. Pastaj një e. Qarë e dobët, por e pranishme. Saturimi i oksigjenit po rritet.
72, 75, 80. Frekuenca kardiake po normalizohet. 100 rrahje. 110. Ai po përgjigjet. Po reagon. Një pëshërtim kolektive lehtësimi mbushi kuzhinën. Drita e shtrëngoi lurën me më shumë forcë, lotët I rridhnin nëpër fytyrë. Doktoresha Lindita I lejoi vetes një buzëqeshje të shpejtë para se të kthehej te përqendrimi. Genti qante. Ishte një e qarë e dobët, e lodhur, por ishte jetë. Ishte përgjigje. Ishte shpresë. Duhet ta dërgojmë në spital tani. Ka nevojë për vëzhgim intensiv dhe analizë të plotë të substancave. Intoksikimi mund të ketë shkaktuar dëme që ende nuk I kemi zbuluar. Mjekët e ndihmës së shpejtë përgatitën Gentin për transport. E vendosën në një vigë të vogël, e lidhen me monitor portativ, e mbuluan me batanie termike. Doktoresha Lindita dhe doktor Arbeni do të shkonin bashkë me ambulancën. Para se të dilte, doktoresha Lindita u afrua te Lura. U ul në gjunjë për të qenë në lartësinë e vajzës dhe I mbajti duart. Ti ja shpëtove jetën. A e di këtë? Po të mos kishe folur ti, ne nuk do ta kishim parë. Nuk do ta kishim ndryshuar trajtimin në kohë. Ke qenë shumë guximtare. Lura nuk mundi të përgjigjej. Vetëm tundi kokën, me sytë plot me lodh. Ambulanca u largua duke marrë Gentin, doktoreshën Lindita dhe doktor Arbenin. 2 mjekë të tjerë mbetën pas, duke mbledhur prova, duke bërë pyetje. Rezidenca, që më parë ishte një fushëbetejë mjekësore, u zhyt në një heshtje të rëndë dhe të pakëndshme. Drita e çoi Lurën në dhomë, ende e përqafuar me të. E shtriu të bien në shtrat, e mbuloi me kujdes dhe qëndroi aty, duke I përkëdhelur flokët derisa vajza më në fund u qetësua. Ke qenë e mrekullueshme, bija ime. Nuk e di si e pe atë gjë. Nuk e di si pate guxim. Por Zoti të përdori ty sot. Të përdori për të shpëtuar një jetë. Lura donte t'i tregonte gjithçka nënës. Donte të fliste për konspiracionin, për Fatos Memajn, për planin e hakmarrjes. Por fjalët nuk dilnin. Lodhja ishte e pamas. Tensioni I grumbulluar po merrte hakun e vet brenda pak minutash, e zuri gjumi. Drita qëndroi aty, duke parë të bien me një përzierje krenarie dhe shqetësimi. Diçka po ndodhte në atë shtëpi. Diçka që ajo nuk e kuptonte plotësisht. Por e dinte se, që nga ai moment, gjithçka do të ndryshonte. Poshtë, në kuzhinë, zonja Shpresa, Agimi dhe Teuta u mblodhën pas largimit të mjekëve. Heshtja mes tyre ishte e dendur si mjegull. Kjo nuk duhej të ndodhte, tha Shpresa me zë të ulët dhe të kontrolluar. Vajza ndërhyri. Ajo pa gjëra që nuk duhej t'i kishte parë, u përgjigj Agimi. Teuta ngriti syt, ende të kuq nga të qarët. Ndoshta është një shenjë. Ndoshta nuk duhej të kishim shkuar aq larg. Zonja Shpresa e vështroi me ftohtësi. Nuk ka kthim pas tani. Ajo që u bë. Por duhet t'i rimendojmë të gjitha. Ajo vajzë është një problem. Ajo di shumë. Pa shumë. Çfarë po sugjeron? Pyeti Agimi. Asgjë ende. Por duhet të kemi kujdes. Shumë kujdes. Të tre u ndan në heshtje, secili duke mbajtur peshën e zgjedhjeve të tyre. Plani që ishin dashur vite për të ndërtuar ishte shkatëruar brenda pak minutash për shkak të një vajze vëzhguese që guxoi të fliste kur të gjithë të rriturit mbetën të verbër. Orë më vonë, Besnik Aliu mori telefonatën në Vlorë. E dëgjoi historinë në shok, ndërpreu menjëherë angazhimet e tij dhe mori avionin e parë për t'u kthyer në Tiranë. Gjatë gjithë udhëtimit, mendja e tij rrotulloi rreth fjalëve të doktor Arbenit. Intoksikim. Substancë kimike. Ndërhyrja e një fëmije. Asgjë nuk kishte kuptim. Dhe gjithçka kishte kuptim në të njëjtën kohë. Kur mbërriti në rezidencë, ishte tashmë Agim. U ngjit drejt e në dhomën e Blerinës. Ajo ende flinte, e sedatuar thellë. Besniku u mundua ta zgjonte, por ajo vetëm përshpëriti fjalë të pakuptueshme dhe u kthye përsëri në gjumë. Zbriti në kuzhinë, ku gjeti zonjën Shpresa duke përgatitur kafe. Kryeshërbëtorja ngriti syt, e befasuar nga mbërritja e parakohshme e zotërisë. Zoti Besnik. Nuk ju prisnim aq herët. Më duhen përgjigje, Shpresa. Çfarë ndodhi këtu sonte?
Zonja Shpresa filloi të tregonte versionin zyrtar. Genti ishte ndjer keq pa ndonjë arsye të dukshme. Mjekët u thirrën. Vajza vuri re diçka që ata nuk e kishin parë. Foshnja u shpëtua dhe u dërgua në spital. Besniku e dëgjoi në heshtje, por diçka në sytë e tij tregonte se ai nuk ishte i bindur. Kishte pyetje të paformuluara. Dyshime të pashprehura. Dua të flas me vajzën. Me Lurën. Ku është ajo? Duke fjetur, zotëri. Ishte një natë e vështirë për të gjithë. Sa po të zgjohet, më njoftoni. Duhet ta falenderoj personalisht. Zonja Shpresa tundi kokën, por besniku pa sikletin në fytyrën e saj. Pa tensionin në shpatullat e saj. Pa diçka që nuk e kishte vënë re kur më parë. Zonja Shpresa ishte nervoze. Për herë të parë në të gjitha vitet që punonte për të, ajo shfaqte pasiguri. Besniku u ngjit përsëri në dhomë, por nuk mundi të flinte. Qëndroi në dritare, duke parë kopshtin e ndriçuar nga shtyllat e rrugës, duke menduar. Duke llogaritur. Duke vënë në dyshim. Diçka ishte thellësisht gabim në atë shtëpi. Dhe ai dyshonte se e vërteta ishte shumë më e errët nga sa mund ta imagjinonte kushto. Ndërkohë, në spitalin Nën Tereza, Genti flinte në një shtrat të reanimacionit pediatrik, i rrethuar nga monitor dhe kujdes intensiv. Analizat laboratorike kishin filluar tashmë të tregonin rezultate. Kishte gjurmë të një substance sedatëve të fortë në organizmin e tij. Jo në doza vdekjepruese, por të mjaftueshme për të shkaktuar arrest respirator të një foshnje. Doktoresha Lindita ekzaminoi rezultatet me një shqetësim në rritje. Ajo nuk ishte aksident. Dikush i kishte dhënë atë substancë Gentit. Me qëllim. Ajo mori telefonin dhe njoftoi policinë. Një hetim ishte gati të fillonte. Dhe në rezidencën e bllokut të familja Aliu, në thellësitë e sekreteve të ruajtura për vite me radhë, e vërteta filloi të dilte në sipërfaqe si uji i pendës që më në fund shpërthen digën. Lura u zgjua me lindjen e diellit. U ul në shtrat, ende e turbullt, duke u munduar të procesonte gjithçka që kishte ndodhur. Shikoi duart e veta, të vogla dhe të dridhura, dhe mezi mund ta besonte se kishte folur para gjithë atyre mjekëve. Se kishte këmbën ngulur. Se kishte shpëtuar Gentin. U ngrit ngadalë dhe shkoi te dritarja. Poshtë, pa një makinë policie të parkuar përballë rezidencës. Dy hetues po bisedonin me zonjën Shpresa në hyrje. Agimi po pyetej pranë garazhit. Teuta ishte ulur në një stol të kopshtit, me kokën ulur. E vërteta po dilte në dritë. Dhe Lura e dinte se kjo ishte vetëm fillimi. Komisari Kastriot Meta kishte më shumë se 20 vjet përvojë në policinë e Tiranës. Kishte parë gjithçka në karrierën e tij, nga krimet e pasionit deri te mashtrimet komplekse korporative. Por kur mori thirrjen për një tentativë të mundshme kundër jetës së një foshnjeje në një vilë në blok, ndjeu se ky rast do të ishte ndryshe. Mbërriti në pronën e Aliuve i shoqëruar nga partnerja e tij, hetuesja Valbona Hoxha, një grua e mprehtë me vështrim të vëmendshëm dhe metoda skrupuloze. Të dy u pritën nga besnik Aliu, i cili ishte dukshëm i tronditur, me sytë e kuq nga lodhja dhe shqetësimi. Zoti Aliu, duhet të bisedojmë me të gjithë të pranishmit në shtëpi gjatë incidentit. Duke filluar nga punonjësit që kanë pasur kontakt të drejtpërdrejt me fëmijën. Besniku tundi kokën dhe i udhëhoqi hetuesit në dhomën e ndenjes. Atje, zonja Shpresa priste e ulur me qëndrimin e saj të drejtë si gjithmonë, por kishte diçka ndryshe në sytë e saj. Një tension i përmbajtur. Një nervozizëm që ajo mundohej ta fshite me efikasitet profesional. Hetuesja Valbona filloi me pyetje të drejtpërdrejta. Cila ishte rutina e Gentit? Kush kujdesej për të? Çfarë medikamentesh merrte? A kishte pasur ndonjë ndryshim në ditët para incidentit? Zonja Shpresa ju përgjigj të gjithave me një saktësi të llogaritur. Zëri i saj mbeti i fortë, duart nuk i dridheshin. Por Valbona vinte re hezitimet e vogla, pauzat pothuajse të padukshme para disa përgjigjeve. Kishte diçka që po lije jashtë. Diçka që po fshihej. Agimi ishte i radhës për t'u pyetur. U ul në të njëjtën karrige që kishte zënë Shpresa, duke mbajtur të njëjtin qëndrim të ngurtë, të njëjtin ton neutral. Por kur Valbona e pyeti për marrëdhënien e tij me familjen Aliu, ai hezitoi për një pjesë të sekondës. Ishte e mjaftueshme.
Sa kohë keni që punoni këtu, zoti Agim? 7 vjet. Dhe para kësaj? Kam punuar në rezidenca të tjera. Gjithmonë si shofer. Ndonjë lidhje të mëparshme me familjen Aliu? Me zotin besnik konkretisht? Jo. Asnjë. Gënjeshtër. Valbona e dinte kur dikush gënjente. Dhe Agimi po gënjente. Teuta ishte e fundit nga të tre që u mor në pyetje. Kur hyri në dhomë, sytë e saj ishin të fryrë nga të qarët. Duart i dridheshin dukshëm. U ul në skajt e karriges, sikur të ishte gati për t'ia mbathur në çdo moment. Pyetjet filluan me mirësi. Valbona përdori një ton amësor, mirëkuptues. E dinte se Teuta ishte hallka e dobët e zinxhirit. Ajo që ishte gati të këputej. Duhet të ketë qenë shumë e frikshme për ty, Teuta. Ta gjeje foshnjën në atë gjendje. Teuta pohoi me kokë, e paftë për të folur. A ishe vetëm me të? Unë po. Po i ndëroja pelenat para se ta vija në gjumë. Dhe kur e vure re se diçka nuk shkonte, ai u bë shumë i heshtur. Shumë i zbeth. Thira zonjën shpresa me njëherë. Ai dhe diçka para kësaj? Ilaç? Uji? Çfarë do qoftë? Teuta hapi gojen për t'u përgjigjur, por asnjë tingull nuk doli. Duart e saj shtrënguan copën e fundit të saj. Syt ju mbushën përsëri me lodh. Jo. Unë nuk i dhash asgjë. Një tjetër gënjeshtër. Më e dukshme se e mëparshmja. Valbona shkëmbeu një vështrim me komisar Kastriotin. Të dy e dinin se u duheshin më shumë informacione para se të bënin presion. Vendosën të ndryshonin strategji. Do të dëshironim të flisnim me vajzën që identifikoi problemin. Lura, apo jo? Besniku, i cili ndiqte të. Gjitha marrjet në pyetje, tundi kokën. Po e kërkoi. Pas pak minutash, Lura hyri në dhomë e shoqëruar nga nëna e saj, Drita. Vajza dukej e vogël dhe e friksuar, por sytë e saj tregonin një inteligjencë të mprehë. Vëzhgonte gjithçka. Regjistronte çdo detaj. Valbona i buzëqeshi asaj, duke u munduar ta bënte të ndihej rehat. Ç'kemi, Lura? Unë jam Valbona. Jam hetuese. Ti nuk je në telashe, në rregull? Vetëm duam të kuptojmë më mirë atë që pe mbrëm. Lura shikoi nënën, e cila tundi kokën në shenjë inkurajimi. Atëherë filloi të fliste. Zëri i saj doli i ulët në fillim, por mori forcë ndërsa historia përparonte. Tregoi për ngjyrën e errët në fytin e Gentit. Për kujtimin e foshnjës në lagjen e saj të vjetër. Për guximin që i duhej mbledhur për të folur para gjithë atyre mjekëve. Foli me sinqeritet dhe qartësi, pas bukurime apo dramatizime. Valbona e dëgjoi me vëmendje në rritje. Kishte diçka në rrëfimin e vajzës që tingëllonte shumë e vërtet për t'u injoruar. Dhe kishte diçka më shumë. Një perceptim i mprehtë. Një ndjeshmëri e rrallë. Lura, a kalon shumë kohë duke vëzhguar njerëzit e kësaj shtëpie? Vajza hezitoi. Shikoi përsëri nënën. Ndonjëherë. Më pëlqen të vëzhgoj. Dhe a vure re diçka të çuditshme në ditët para incidentit? Çfarëdo gjëje që të tërhoqi vëmendjen? Ishte rasti që Lura priste. Mundësia për të treguar atë që kishte parë, atë që kishte dëgjuar, atë që kishte zbuluar. Por në të njëjtën kohë ndjente frikë. Frikë se mos nuk e besonin. Frikë se mos vinte nënën në rrezik. Frikë nga pasojat. Drita e vuri re hezitimin e së bijës dhe u afrua, duke i mbajtur dorën. Mund të flasësh, bija ime. Thuaj të vërtetën. Është gjithmonë rruga e duhur. Lura mori frym thellë. Dhe atëherë filloi të tregonte. Për bisedat që kishte dëgjuar e fshehur. Për tensionin mes tre punonjësve. Për fjalinë që i kishte ngrirë gjakun, kjo u planifikua për vite me radhë. Për eksplorimin e saj në Bodrum dhe zbulimet rreth Fatos Memaj. Dhoma mbeti në heshtje absolute. Besniku u zbeth dukshëm. Komisar Kastrioti u anua përpara. Valbona mori stilolapsin dhe filloi të mbante shënime të shpejta. Lura, ti the se gjete dokumente në Bodrum. Prerje gazetash për një aksident. A mund të na tregosh se ku? Vajza tundi kokën.
Të gjithë zbritën në bodrum. Lura udhëhoqi rrugën deri te tavolina e drurit në fund. Por kur mbërritën atje, tavolina ishte e zbrazët. Plotësisht e zbrazët. Asnjë letër. Asnjë foto. Asnjë dokument. Lura ndjeu tokën të ikte nën këmbë. Ishin të gjitha këtu. Betohem. Kishte prerje gazetash, foto, dokumente. Ishin të gjitha këtu. Valbona ekzaminoi tavolinën duke kërkuar për ndonjë gjurmë. Gjeti vetëm një shtresë të hollë pluhuri që ishte trazuar së fundmi. Dikush i kishte hequr të gjitha. Dhe kjo kishte ndodhur së fundmi. Të besoj, Lura. Dikush i ka pastruar evidencat. Por kjo nuk do të thotë se nuk mund t'i gjejmë në një mënyrë tjetër. U kthyen në dhomën e ndenjes. Besniku ishte dukshëm i tronditur. U ul rënd në një koltuk me duart që mbulonin fytyrën. Fatos Memaj, pëshpëriti ai. Pas gjithë këtyre viteve, ende më ndjej. Komisar Kastrioti u afrua. Zoti Aliu, a e njihni këtë emër? Besniku ngriti sytë, të lodhur dhe plot dhimbje. E njoh. Fatosi ka punuar për mua para 12 vitesh. Ishte inxhinier në një nga kantieret e mia, një burr kompetent. I përkushtuar. Por ndodhi një aksident. Një dështim strukturor që nuk u identifikua në kohë. Fatosi ishte në vendngjarje kur ndodhi. U plagos rënd. Kaloi muaj në spital, por nuk rezistoi. Dhe cila ishte pjesëmarrja juaj në aksident? Besniku mbylli sytë. Kur foli, zëri i tij ishte i ngarkuar me faj. Punimet ishin me vonesë. Unë i bëra presion ekipit për të përshpejtuar afatet. Shkurtova disa procedura sigurie që i konsideroja të tepërta. Injorova raportet e rrezikut. Voja ta dorëzoja projektin në afat që të mos humbisja kontratën. Fatosi paralajmëroi për rreziqet. Kërkoi më shumë kohë. Më shumë burime. Unë refuzova. Dhe ai pagoi me jetën e tij për shkak të ambicies sime. A pati hetim në atë kohë? Pati. Por unë kisha avokat kompetent. Para për të bërë marrëveshje. Ndikim për ta mbyllur çështjen. Zyrtarisht u regjistrua si aksident në punë pa përgjegjësi të drejtpërdrejtë të punëdhënësit. Familja e Fatosit mori një dëmshpërblim dhe çështja u arkivua. Por unë e dija të vërtetën. Gjithmonë e kam ditur. Valbona mbante shënime ndërsa dëgjonte. Pjesët e mozaikut po fillonin të bashkoheshin. A kishte familje Fatos Memaj? Kishte. Një motër dhe një vëlla. Shpresën dhe Agimin. Dhe një mbes, Teutën. I mbaj mend në varrim. Urrejtjen në sytë e tyre. Dhimbjen. Zemërimin. Pas asaj kohe nuk i pash më kurrë. Deri tani e kuptoj. Ishin këtu gjatë gjithë kohës. Në shtëpinë time. Duke pritur momentin e duhur. Besniku u ngrit duke ecur drejt dritares. Zëri i tij doli më i ulët, më i rëndë. Shpresa u shfaq para 7 vitesh me referenca të shkëlqyera. E punësova pa dyshuar. Më pas Agimi, po ashtu me një savë të patëmet. Dhe Teuta, para 3 vitesh, pikërisht kur Blerina mbeti shtatzën. Të gjithë në momente strategjike. Të gjithë duke u pozicionuar. Unë isha një budalla. Një budalla arrogant që mendoj se e kaluara mund të varrosej me para dhe ndikim. Komisar Kastrioti kryqëzoi krahët. Do të na duhet t'i sjellim të tre për marrje në pyetje formale. Dhe do të na duhen rezultatet e plota të analizës toksikologjike të foshnjës. Nëse ajo që dyshojmë konfirmohet, po flasim për tentativë vrasjeje. Në atë moment, zonja Shpresa hyri në dhomë. Duhet të kishte dëgjuar një pjesë të bisedës, sepse fytyra e saj ishte më e zbehtë se zakonisht. Zoti Besnik, duhet të flas me ju. Privatësisht. Çfarëdo gjëje që keni për të thënë, mund të thuhet para hetuesve, Shpresa. Kryeshërbëtorja shikoi rrotull, duke parë të gjithë sytë e fiksuar mbi të. Maska e saj e efikasitetit më në fund filloi të çahej. Shpatullat e saj ran lehtë. Sytë ju mbushën me lopë të mbajtur për vite me radhë. Mirë. Do t'i tregoj të gjitha. Por para kësaj duhet të kuptoni një gjë. Ne nuk donim të arrinim deri në këtë pikë.
Nuk ishte menduar të ishte kështu. Valbona mori regjistruesin. Jeni e gatshme të bëni një rrëfim formal? Zonja Shpresa tundi kokën, e lodhur. U ul në karrigen që kishte zënë lura pak minuta më parë. Duart e saj, gjithmonë aq të forta, dridheshin lehtë. Fatosi ishte vëllai im i madh. Heroi ynë. Mbrojtësi ynë. Kur prindërit ta ndëruan jetë, ai mori përgjegjësinë për mua dhe Agimin. Punonte fort për të na dhënë arsimim, mundësi. E donte mbesën tonë, Teutën, sikur të ishte e tija. Kur mori punën në kompaninë e Zotit Besnik, ishte aq i lumtur. Më në fund do të arrinte të realizonte të gjitha ëndrat e tij. Zëri i saj u drodh. Pastroi fytin para se të vazhdonte. Por pastaj erdhi aksidenti. Fatosi na mori në telefon atë mëngjes i shqetësuar. Tha se kishte probleme në strukturë. Se i duhej më shumë kohë për të bërë kontrolle. Se Zoti Besnik po bënte shumë presion. Kërkoi të bisedonim më vonë. Ishte hera e fundit që dëgjova zërin e tij pa dhimbje. Lotët më në fund rodhen në përfytyrën e saj. Ai kaloi muaj në spital. Muaj agonie. Provuam gjithçka. Por trupi i tij ishte shumë i dëmtuar. Dhe më e keqja ishte të shije dhimbjen në sytë e tij. Jo vetëm fizike. Ishte dhimbja e të diturit se mund të ishte shmangur. Se jeta e tij u sakrifikua për lakminë e dikujt që as nuk pati mirësjelljen ta vizitonte qoftë edhe një herë në spital. Besniku uli kokën, i turpëruar. Kur Fatosi u largua, diçka vdiq edhe te ne. Agimi u bë i hidhur. Teuta humbi baban që e rriti. Dhe unë u shndërrova në dikë që nuk e njoh më. Ushqyem zemërimin. Planifikuam hakmarrjen. Kaluam vite duke u përgatitur. Ndryshuam emrat tanë në dokumentet e punës, përdorëm referenca false, ndërtuam identitete që fshinin lidhjen tonë me Fatosin. Ajo shikoi Besnikun me një përzierje urrejtjeje dhe trishtimi. Donim që ti të ndjeje të njëjtën dhimbje që na bëre të ndjenim ne. Donim të merrnim atë që doje më shumë. Ashtu siç na more ti neve. Dukej e drejtë. Dukej mirë. Dhe Genti ishte shënjestra. Shpresa tundi kokën, turpi ishte i dukshëm në fytyrën e saj. Pritëm momentin e duhur. Kur ai lindi, filluam të planifikonim detajet finale. Unë kujdesesha për Blerinën, duke e mbajtur të sedatuar mjaftueshëm që të mos ndërhynte. Teuta kishte akses të drejt për drejt të foshnja. Agimi garantonte që asgjë të mos ndodhte jashtë asaj që ishte planifikuar. Gjithçka ishte e sinkronizuar. Derisa ajo vajzë filloi të vëzhgonte shumë. Të shihte shumë. Lura ndjeu një rëqethje kur dëgjoi emrin e saj të përmendur tërthorazi. Natën e incidentit i dham një substancë sedatëve Gentit. Nuk ishte menduar të ishte vdekje prurse. Vetëm efort mjaftueshëm për të shkaktuar një urgjencë mjekësore të rëndë. Donim që të dukej natyrale. Një sindrom e papritur. Diçka e pashmangshme. Por vajza e pa. Dhe gjithçka u shkatërrua. Zonja Shpresa mbuloi fytyrën me duar. Kur pash mjekët duke shpëtuar Gentin, ndjeva lehtësim. Për herë të parë në 12 vjet, ndjeva se ndoshta kishim gabuar. Se hakmarrja jon nuk do ta sillte Fatosin pas. Se vetëm po vazhdonim ciklin e dhimbjes. Heshtja që pasoi ishte e thellë. Valbona fiku regjistruesin. Komisar Kastrioti u ngrit. Shpresa Memaj, ju jeni arrestuar për tentativë vrasjeje dhe konspiracion. Agim Memaj dhe Teuta Memaj do të ndalohen gjithashtu. Keni të drejtën e një avokati. Shpresa nuk rezistoi. Lati vieshin prangat me një shprehje raskapitjeje totale. Agimi dhe Teuta u sollën dhe morën të njëjtën akuzë. Teuta qante me dënesë. Agimi mbante fytyrën e palvizur, por sytë e tij tregonin disfatë. Kur të tre u larguan nga policia, rezidenca u zhyt në një heshtje të çuditshme. Besniku mbeti në dhomë, i ulur, duke procesuar gjithçka që sapo kishte dëgjuar. Drita përqafonte lurën, duke i përshpëritur fjalë ngushëlluese. Vajza ishte në shok, ende duke u munduar të kuptonte magnitudën e asaj që kishte dëshmuar. Orë më vonë, Besniku shkoi në spital për të vizituar Gentin. Foshnja ishte i qëndrueshëm, po shërohej. Mirë nën kujdes intensiv.
Besniku qëndroi i palvizur para djepit duke parë djalin e tij me lot në sy. Doktoresha Lindita u afrua. Ai do të jetë mirë. Fal vajzës, trajtimi ishte i shpejt mjaftueshëm për të shmangur dëmet të përhershme. Duhet të flas me të. Me Lurën. Duhet ta falënderoj. Dhe duhet të bëj shumë më tepër. Kur Besniku u kthye në rezidencë, ishte tashmë natë. Kërkoi që Drita dhe Lura të mblidheshin me të në bibliotekë. Të dyja mbërritën nervoze, të pasigurta se çfarë të prisnin. Besniku i priti me një përulësi që nuk e kishte shfaqur kurrë më parë. U ul në gjunjë para Lurës, duke qëndruar në lartësinë e saj. Ti ja shpëtove jetën djalit tim. Jo vetëm brëm, por shumë më përpara. Ti vëzhgove. Ti pyete. Ti pate guxim kur unë pata vetëm verbëri. Nuk ka fjalë të mjaftueshme për të falënderuar. Por do të mundohem të kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke bërë të mundur që ta meritoj dhuratën që më dhe. Lura nuk dinte çfarë të thoshte. Vetëm tundi kokën me sytë e lagur. Besniku u ngrit dhe shikoi Dritën. Ti dhe vajza jote nuk jeni më punonjëse të kësaj shtëpie. Jeni familje. Do të keni një shtëpi këtu për aq kohë sa të dëshironi. Dhe Lura do të ketë të gjitha mundësitë që talenti dhe guximi i saj meritojnë. Drita filloi të protestonte, por Besniku ngriti dorën. Nuk është lëmosh. Është mirënjohje. Është mirënjohje. Dhe është gjithashtu një mënyrë për të filluar ndreqjen e gabimeve që kam bërë. Sepse Lura më tregoi diçka që e kisha harruar. Që një jetë vlen më shumë se çdo ambicie. Që të mbrosh ata që do kërkon guxim, jo para. Dhe që ndonjëherë mësimet më të mëdha vijnë nga zërat më të pamundur. Në ditët që pasuan, historia mori vend nëpër lajme. Tentativa kundër Gentit. Konspiracioni i hakmarrjes. Heroizmi i një vajze 11 vjeçare. Media spekulonte, krijonte narrativa, kërkonte fajtor dhe heronj. Por brenda rezidencës së Aliuve, diçka më e thellë po ndodhte. Besniku filloi të rihapte çështjen e Fatos Memaj. Jo për të mbrojtur, por për të marrë më në fund përgjegjësinë. Punsoi hetues të pavarur, mblodhi prova, u ballafaqua me fajin e tij. Javë më vonë, thiri një konferencë për shtyp. Para kamerave dhe gazetarëve, rrëfeu publikisht neglizhencën e tij. Pranoi se kishte prioritizuar fitimin mbi sigurinë. Njohu se Fatos Memaj kishte paguar me jetë për gabimet e tij, të Besnikut. Njoftoi sot krijimin e fondacionit Fatos Memaj, i dedikuar sigurisë në punë dhe mbështetjes së familjeve që kanë humbur të dashurit e tyre në aksidente laborale. Përveç kësaj, po heq dorë nga kontrolli i drejtpërdrejtë i kompanisë sime, duke ja kaluar menaxhimin një bordi të pavarur që do të prioritizojë gjithmonë sigurinë e punëtorëve mbi afatet dhe fitimet. Ishte një skandal. Aksionarët protestuan. Partnerët vunë në dyshim. Por Besniku nuk u kthye pas. Blerina, më në fund e lirë nga mjekimi i tepërt, filloi shërimin e saj. Me ndjekje mjekësore të duhur dhe terapi, ngadalë u rilidh me veten dhe me Gentin. Për herë të parë pas vitesh, buzëqeshi vërtet. Dhe Lura u kthye në rutinën e saj, por gjithçka kishte ndryshuar. Nuk ishte më e padukshme. Ishte e respektuar. Ishte e dëgjuar. Por më e rëndësishmja, kishte mësuar se zëri i saj kishte fuqi. Se të vëzhgoje ishte e rëndësishme, por të veproje ishte thelbësore. Një pasdite, ndërsa kujdesej për Gentin në kopsht, foshnja i buzëqeshi asaj. Një buzëqeshje e gjerë, e pafajshme, plot jetë. Lura i buzëqeshi mbrapsht, duke ndjerë paqe për herë të parë që kur kishte mbërritur në atë rezidencë. Kishte shpëtuar një jetë. Por më shumë se aq, kishte ndihmuar në thyrjen e një cikli urrejtjeje që mund të kishte shkatëruar shumë të tjerë. 6 muaj kishin kaluar që nga ajo natë që ndryshoi gjithçka. Rezidenca e Aliuve në blok dukej e njëjtë nga jashtë, me portat e saj të larta dhe muret e bardha, por nga brenda ishte një vend krejtësisht ndryshe. Heshtja e rënd i kishte lënë vendin tingujve të jetës. Të qeshurave. Bisedave. Të qarit të rastësishëm të Gentit, tani një vjeç që kërkonte vëmendje me vitalitetin karakteristik të foshnjave të shëndetshme. Lura u zgjua atë mëngjes të shtunën me diellin që hynte nga dritarja e asaj që tani ishte zyrtarisht dhoma e saj.
Jo më dhomza e shërbimit në fund, por një hapësirë e gjerë në katin e dytë, me pamje nga kopshti, një bibliotek plot me libra dhe një tavolinë pune ku ajo kalonte orë të tëra duke mësuar dhe vizatuar. Ende trembej ndonjëherë, duke menduar se gjithçka ishte një ëndër nga e cila do të zgjohej në çdo moment. Zbriti në kuzhinë, ku gjeti nënën e saj, dritën, duke përgatitur mëngjesin. Por nuk ishte më kuzhina e shërbimit. Ishte kuzhina kryesore, e bollshme dhe e ndriçuar, ku e gjithë familja mblidhej për vakte. Drita nuk mbante më uniform. Vishte rroba komode dhe të thjeshta, dhe fytyra e saj shfaqte një qetësi që Lura nuk e kishte parë prej vitesh. Mirë mëngjes, bia ime. A fjetët mirë? Po, mami. Pash në ëndër shkollën e re. Drita buzëqeshi, duke shërbyer lëng. Portokalli të freskët. Je nervoze për fillimin e mësimeve javën e ardhshme? Pak. Por edhe e emocionuar. Shkolla private elitare që Lura do të fillonte të ndiqte ishte një nga më të mirat e Tiranës. Besniku kishte këmbën ngulur. Jo si pagesë apo detyrim, por si njojë e potencialit që shihte te vajza. Lura kishte rezistuar në fillim, duke u ndjerë në siklet me aq shumë ndryshime, por Drita e kishte inkurajuar ta pranonte. Ti e meriton, Lura. Meriton të gjitha mundësitë. Babai yt do të ishte aq krenar. Kur përmendën baban e ndjer, të dyja mbetën në heshtje për një moment, duke nderuar kujtimin e tij. Pastaj Drita buzëqeshi përsëri, duke larguar trishtimin. Blerina kërkoi që ta ndihmosh me Gentin sot. Ajo dëshiron ta çojë në park dhe do të donte shoqërinë tënde. Lura tundi kokën, e emocionuar. Marrëdhënia e saj me Blerinën ishte transformuar plotësisht. Gruaja e largët dhe e mjekuar e së kaluarës i kishte lënë vendin një nënë të pranishme dhe të dashur, e cila kishte zbuluar te mëmësia një forcë që nuk e dinte se e kishte. Shërimi i Blerinës kishte qenë i gjatë dhe i vështirë, duke përfshirë terapi intensive, mbështetje psikiatrike dhe shumë dashuri nga familja. Por ajo po fitonte. Ditë pas dite. Lura mbaroi mëngjesin dhe u ngjit për t'u bërë gati. Kur kaloi nëpër korridor, pa besnikun duke dalë nga zyra me një pirg dokumentesh. Ai kishte ndaluar së udhëtuari aq shumë. Kalonte më shumë kohë në shtëpi, duke riorganizuar jo vetëm kompaninë e tij, por edhe prioritetet e tij. Mirëmëngjes, Lura. Do të shkosh në park me Blerinën dhe Gentin? Po, do të shkoj. Shkëlqyeshëm. Pastaj dua të tregoj diçka. Diçka të rëndësishme. Lura tundi kokën kurioztare dhe vazhdoi për në dhomë. Ndërsa ndëronte rrobat, mendonte se si gjithçka kishte ndryshuar. Drejtësia kishte ndjekur rrugën e saj me shprehjen, agimin dhe teutën. Të tre ishin gjykuar dhe dënuar, por besniku kishte bërë diçka të papritur. Në vend që të kërkonte dënimin maksimal, i kishte kërkuar mëshirë gjykatësit. Kishte argumentuar se drejtësia e vërtet nuk ishte t'i ndëshkonte ata edhe më shumë, por të thyente ciklin e dhimbjes që ai vetë kishte nisur. Të tre morën dënime alternative. Punë në komunitet. Terapi të detyrueshme. Dhe ndjekje psikologjike për të përballuar zinë dhe zemërimin e grumbulluar prej vitesh. Fillimisht refuzuan çdo afrim të besnikut. Por me kalimin e kohës, veçanërisht Teuta, filluan të pranonin ndihmë. Lura mendonte shpesh për ta. Veçanërisht për Teutën, e cila kishte qenë më e brishta e treshes. E dinte që Dadoja kur nuk kishte dashur vërtet ta lëndonte Gentin. Ishte tërhequr nga një dhimbje që nuk dinte ta procesonte dhe nga një besnikëri familjare që ishte shndërruar në burg. Më vonë, në parkun e liçenit artificial, Lura shtynte karrocën e Gentit ndërsa Blerina ecte pranë saj. Foshnja belbëzonte tinguj të gëzuar, duke treguar zogjt, pemët, gjithçka që i tërhiqte vëmendjen. Sytë e tij blu shkëlqenin nga kureshtja, pa asnjë gjurmë të traumës që pothuajse i kushtoi jetën. Blerina e vëzhgonte djalin me një dashuri pothuajse të prekshme. Pastaj kthente sytë te Lura me mirënjohje të pafundme. Ti e di që ai nuk do të ishte këtu pa ty, apo jo? Ndonjëherë ende zgjohem natën dhe shkoj te djepi vetëm për ta parë duke marrë frymë. Dhe çdo herë falenderoj Zotin që të vendosi ty në jetën tona. Lura nuk dinte si t'u përgjigjej këtyre fjalëve. Ndihej në siklet duke u trajtuar si heroin. Kishte bërë vetëm atë që dukej e drejtë. Atë që çdo person duhet të bënte. Unë isha vetëm në vendin e duhur, në kohën e duhur.
Jo, Lura. Ti ishe e vëmendshme. Ishe guximtare. Kjo është shumë më e rrallë nga sa e imagjinon. Shumica e njerëzve shohin, por zgjedhin të mos vërejnë. Ti zgjodhe të shije. Dhe më e rëndësishmja, zgjodhe të veproje. U ulën në një stol nën hijen e një peme. Genti luante me një lodër të vogël pelushi, krejtësisht i pavetëdijshëm për thellësinë e bisedës rreth tij. Blerina, a mund të pyes diçka? Sigurisht. Pse merrje aq shumë barna? Pse ishe gjithmonë aq e largët? Blerina pshërtiu duke parë horizontin. Depresion. Ankth. Frikë. Kam luftuar kundër kësaj prej vitesh, por kur nuk kërkova ndihmë të vërtetë. Besniku gjithashtu nuk e vinte re. Ai ishte gjithmonë aq i zënë, aq i fokusuar te biznesi, sa marrëdhënia jon u bë sipërfaqësore. Kur mbeta 7 zën, u tmerrova. Nuk mendoja se do të isha një nënë e mirë. Zonja Shpresa e vuri re brishtësinë time dhe, në vend që të më ndihmonte, përfitoi prej saj. Rriti dozat e barnave të mia, duke më mbajtur në një gjendje plogështie konstante. Unë mezi isha e pranishme në jetën time. Ajo fshiu një lot që i rodhi. Por tani jam në trajtimin e duhur. Kam një terapeute të mrekullueshme. Besniku është i pranishëm. Dhe kam Gentin. Kam edhe ty dhe Dritën. Për herë të parë pas shumë kohësh, ndjej se i përkas diku. Që kam një familje të vërtetë. Lura i shtrëngoi dorën Blerinës në një gjest të thjeshtë dashurie. Nuk kishin nevojë për më shumë fjalë. Kur u kthyen në shtëpi, besniku po priste në bibliotekë. I bëri shenjë Lurës të hynte dhe mbylli derën pas saj. Kishte një seriozitet në fytyrën e tij që e bëri vajzën të ndiej paksa nervoze. Ulu këtu, Lura. Duhet të bisedoj me ty për diçka të rëndësishme. Lura u ul në një nga koltukët prej lëkure. Besniku mori një zarf të trash nga tavolina dhe ja dha asaj. Çfarë është kjo? Hape. Lura e hapi zarfin me kujdes. Brenda kishte dokumente ligjore, disa letra me vula zyrtare dhe një letër të shkruar me dorë. Filloi ta lexonte, por fjalët juridike ishin shumë komplekse. Besniku e vuri re konfuzionin e saj dhe shpjegoi. Janë dokumente të një fondi arsimor që kam krijuar në emrin tënd. Do të garantoj studimet e tua deri në universitet, përfshirë studimet pasuniversitare nëse dëshiron. Gjithashtu ka një llogari kursimi për të ardhmen tënde. Dhe, kur të mbushësh 18 vjeç, nëse dëshiron të studiosh jashtë vendit, gjithçka do të jetë e garantuar. Lura zgjeroi syt. Por, zoti besnik, unë nuk mund ta pranoj këtë. Është shumë. Nuk është shumë. Në fakt, është ende pak krahasuar me atë që bëre. Dhe nuk po e bëj këtë për detyrim apo faj. Po e bëj sepse besoj te potenciali yt. Ti ke një inteligjencë të mbret, një perceptim të rrallë, një guxim të admirueshëm. Do të bësh gjëra të mëdha në jetë, Lura. Dhe dua të jem i sigurt se do të kesh të gjitha mjetet e nevojshme. Lura ndjeu lotët që filluan t'i mblidheshin. U mundua t'i mbante, por ishte e kodh. Unë nuk e shpëtova Gentin duke pritur shpërblim. E di. Pikërisht për këtë e meriton. Heronjt e vërtet kur nuk i bëjnë gjërat duke pritur mirënjohje. I bëjnë sepse është e drejtë. Por kjo nuk do të thotë se nuk duhet të njihen. Besniku u afrua dhe i vendosi dorën në shpatull Lurës. Ka edhe një gjë tjetër. Sot pasdite do të kemi vizita. Njerëz që ti njeh. Lura fshiu lotët, kurioztare. Kush? Do ta shohësh. Në orën 3 të pasdites, zilja e derës ra. Lura ishte në kopsht me Gentin kur dëgjoi zëra që vinin nga hyrja. E njohu njërin prej tyre menjëherë. Zemra i rahu fort. Kur hyri në dhomën e ndenjes, pa 3 njerëz që nuk priste t'i shite më. Shprensën, Agimin dhe Teutën. Ishin ndryshe. Më të dobët. Me rroba të thjeshta. Fytyrat e tyre ishin të shënuara nga përvojat e vështira, por edhe nga diçka e re. Një lloj paqeje hezituese. Lura ndaloi te dera, e pasigurt. Drita u shfaq pranë saj, gjithashtu e befasuar. Besniku u ngrit duke bërë prezantimet formale, ndonse të gjithë njiheshin tashmë. Shpresa, Agimi dhe Teuta kërkuan të vinin këtu sot.
Duam të bisedojnë me ju. Unë thash se do ta lejoja vetëm nëse Lura dhe Drita ishin dakord. Lura shikoi nënën, e cila tundi kokën lehtë. Atëherë shikoi 3 vizitorët dhe tundi kokën gjithashtu. Teuta ishte e para që foli. Zëri i saj doli i dridhur, i ngarkuar me emocion. Lura, unë nuk pres që të më falësh. Nuk pres që të më kuptosh. Por duhet ta dish se nuk kalon asnjë ditë pa menduar për atë që pothuajse bëm. Për atë që pothuajse i hoqa kësaj bote. Një foshnjë të pafajshme. Për shkak të një dhimbjeje që e shndërruam në urrejtje. Ajo fshiu lotët që rridhnin lirshëm. Ti më shpëtove edhe mua atë natë. Shpëtove Gentin nga dobësia ime. Dhe më shpëtove mua që të mos bëhesha dikush që kur nuk do të mund ta falja. Jam në terapi tani. Po punoj në një strehë për fëmijë, duke u munduar ta shndërroj dhimbjen time në diçka të dobishme. Nuk e ndreq atë që bëra, por është një fillim. Agimi foli pas saj, zëri i tij ishte ende i kontrolluar, por më pak i ftohtë se më parë. Kalova 12 vjet duke ushqyer zemërimin. Duke bindur veten se hakmarrja ishte drejtësi. Por ti, një fëmijë, tregove më shumë guxim dhe mençuri se sa kam pasur unë në gjithë jetën time të rritur. Faleminderit që na ndalove të kalonim një vijë nga e cila nuk do të kishte kthim. Shpresa ishte e fundit. Gruaja që kishte komanduar gjithçka me dorë të hekur tani dukej e vogël dhe e prekshme. Unë isha më e madhja. Duhej të kisha qenë më e mençur. Duhej t'i kisha udhëhequr vëllezërit e mi dhe mbesën time në rrugën e shërimit, jo të hakmarrjes. Por zgjodha urrejtjen. Dhe pothuajse shkatërrova jo vetëm Gentin, por të gjithë ne. Lura, ti na dhe diçka që nuk e meritonim. Një shans për t'ia filluar nga e para. Për të zgjedhur ndryshe. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Lura ndjente aq shumë emocione kontradiktore sa mezi mund t'i procesonte. Zemërimi ende ekzistonte, po. Frika gjithashtu. Por kishte diçka më shumë. Dëmshuri. Mirëkuptim se njerëzit e lënduar lëndojnë njerëz të tjerë. Dhe se thyrja e këtij cikli kërkonte diçka më të madhe se drejtësia. Kërkonte mëshirë. Besniku u afrua në qendër të dhomës. Fondacioni Fatos Memaj nuk është vetëm për sigurinë në punë. Është për të nderuar kujtimin e një njeriu të mirë duke e shndërruar dhimbjen në shpresë. Shpresa, Agimi dhe Teuta ranë dakord të punojnë në fondacion. Do të ndihmojnë për të garantuar që asnjë familje tjetër të mos kalojë atë që kaluan ata. Që asnjë punëtor tjetër të mos sakrifikohet për ambicie. Ai shikoi të tre. Nuk është shpëtim i menjëhershëm. Nuk e fshin të kaluarën. Por është një rrugë. Dhe të gjithë meritojnë shansin për ta ndjekur atë. Lura i habiti të gjithë, përfshirë edhe veten, kur u afrua te Teuta. Ish dadoja u mblodh, sikur priste refuzim. Por Lura thjesht tha: Genti është mirë. Është i shëndetshëm dhe i lumtur. Mendova se do të dëshironit ta dinit. Teuta dënesi, duke mbuluar fytyrën me duar. Shpresa dhe Agimi u emocionuan gjithashtu. Besniku dhe Blerina shkëmbyen vështrime miratimi. Dhe Drita, duke parë pjekurinë e së bijës, ndjeu kraharorin t'i mbushej me krenari. Vizita përfundoi pak më vonë. Të tre u përshëndetën, duke premtuar se do ta nderonin shansin e dytë që po merrnin. Kur dolën, rezidenca u kthye në normalen e saj të re. Një normale e bazuar në të vërtetën, jo në sekrete. Në shërim, jo në dhimbje. Atë natë, gjatë darkës, e gjithë familja u mblodh. Besniku dhe Blerina të ulur bashk, me Gentin në karrigen e tij mes tyre. Drita dhe Lura në anën tjetër të tavolinës. Jo si shërbëtore dhe zotërinj, por si një familje e ndërtuar jo nga gjaku, por nga zgjedhja dhe mirënjohja. Besniku ngriti gotën e tij me lëng. Një dolli. Për fillimet e reja. Për shanset e dyta. Dhe për vajzën guximtare që na mësoi se të bësh të duhurën është gjithmonë më e rëndësishme se sa të bësh të lehtën. Të gjithë ngritën gotat e tyre. Genti përplasi duart e tij të vogla mbi tabaka, pa kuptuar por i lumtur që ishte i përfshirë. Blerina shtoi. Dhe për familjet që zgjedhim të ndërtojmë. Ndonjëherë gjaku nuk mjafton. Ndonjëherë dashuria mjafton. Drita, me lot në sy, vetëm pëshpëriti. Amin.
Muajt që pasuan sollën më shumë ndryshime. Lura filloi në shkollën e re dhe, pas një periudhe fillestare përshtatjeje, lulëzoi. Zbuloi dashurinë për shkencat, veçanërisht mjekësinë. Filloi të ëndërronte të bëhej mjeke, e frymëzuar nga profesionistët që shpëtuan Gentin dhe nga përvoja e saj për të identifikuar një problem që të tjerët nuk e pan. Fondacioni Fatos Memaj mori njohje kombëtare. Besniku përdori ndikimin e tij jo për të mbuluar gabimet, por për të promovuar ndryshime reale në ligjet e punës. Shpresa, agimi dhe teuta u bën zëdhënës, duke ndarë historinë e tyre si një paralajmërim për rreziqet e lejimit të dhimbjes të shndërrohet në urrëtie. Blerina ju kthye pikturës, një pasion që e kishte braktisur vite më parë. Pikturat e saj me ngjyra dekoronin shtëpinë, duke sjellë jetë dhe bukuri në çdo dhomë. Dhe Genti rritej i rrethuar nga dashuria, krejtësisht i pavetëdijshëm për sa afër kishte qenë të mos ishte më këtu. Në një pasdite të dielën, pothuajse një vit pas tentativës kundër Gentit, Lura ishte në kopsh duke vizatuar kur besniku u afrua. A mund të ulem? Sigurisht. Ai u ul në stol pranë saj, duke vëzhguar vizatimin. Ishte një portret i Gentit duke qeshur. Ke talent. Faleminderit. Besniku mbeti në heshtje për një moment para se të fliste. E di, Lura, kalova gjithë jetën duke menduar se suksesi matej me para dhe pushtet. Ndërtova një perandori, por pothuajse humba një familje. Më u deshën vite për të kuptuar se gjërat më të rëndësishme nuk mund të blihen apo të fitohen. Duhet të kultivohen. Me kohë. Me vëmendje. Me dashuri. Ai shikoi drejt rezidencës, ku Blerina luante me Gentin. Ti ma mësove këtë. Një vajzë 11 vjeçare më mësoi atë që dekada biznesi nuk mundën ta bënin. Dhe do të jem përjetësisht mirënjohës. Lura buzëqeshi, duke ju kthyer vizatimin. Ndonjëherë mësimet më të rëndësishme vijnë nga vendet më të papritura. Besniku qeshi, duke njohur mençurinë në ato fjalë. E vërtet. Dhe a e di se cila është pjesa më e mirë e gjithë kësaj? Cila? Që Genti do të rritet në një shtëpi ku dashuria është më e rëndësishme se dukja. Ku e vërteta është më e vlefshme se sekretet. Dhe ku guximi njihet pavarësisht nga vjen. Kjo është dhurata më e madhe që mund t'i jepnim. Atë natë, Lura u shtri në shtrat duke menduar për gjithçka që kishte ndryshuar që kur kishte kaluar portat e rezidencës për herë të parë. Kishte ardhur me frikë dhe pasiguri, duke pritur vetëm një vend të sigurt për të jetuar. Gjeti një familje. Gjeti qëllim. Gjeti forcën e saj. Kujtoi fjalët e babait të saj të ndjer, të bësh gjën e duhur edhe me frikë. Kishte nderuar mësimet e tij. Dhe duke e bërë këtë, kishte shpëtuar jo vetëm një jetë, por disa. Kishte shpëtuar Gentin. Kishte shpëtuar shprencën, agimin dhe teutën që të mos bëheshin atë që kishin më shumë frikë. Kishte shpëtuar besnikun dhe Blerinën nga një jetë me pendime. Dhe, në një farë mënyre, kishte shpëtuar veten. Genti u rriti fort dhe i shëndetshëm. Në moshën 5 vjeçare nuk kishte asnjë kujtim nga ajo natë e tmerrshme, por mbante në vete shenjën e të qenit i dashur aq thellë sa njerëzit ndryshuan jetët e tyre të tëra për ta mbrojtur. Lura mbeti në jetën e tij si motër e madhe, mbrojtëse, mikesh. Dhe kur ai pyeste pse ajo ishte aq e veçantë për të gjithë, Blerina përgjigjej gjithmonë në të njëjtën mënyrë. Sepse ajo na mësoi të shihnim. Dhe pasi mësuam të shihnim, nuk ishim më kurrë të njëjtët. Vite më vonë, kur Lura hyri në fakultetin e mjekësisë, Besniku dhe Blerina ishin në rreshtin e parë të ceremonisë. Drita qante nga krenaria. Dhe Genti, tani 9 vjeç, mbante një pankartë që e kishte bërë vetë, motra ime do të shpëtoj botën. Dhe ndoshta, në një farë mënyre, ajo kishte filluar tashmë. Sepse kishte shpëtuar një jetë. Kishte thyer një cikël urrëtieje. Dhe kishte treguar se guximi nuk ka moshë, se mençuria nuk ka madhësi, dhe se të bësh të duhurën gjithmonë ja vlen, edhe kur duket e pamundur. Rezidenca në blok mbeti në këmbë, muret e saj të bardha dëshmitare të transformimeve të thella. Ku më parë kishte sekrete, tani kishte të vërtetë. Ku më parë kishte heshtje, tani kishte të qeshura. Ku më parë kishte dhimbje, tani kishte shërim. Dhe gjithçka sepse një vajzë 11 vjeçare guxoi të shite atë që askush tjetër nuk e shite. Guxoi të fliste kur të gjithë mbetën të heshtur.
guxoi të besonte se një jetë ja vlente të luftojë, edhe nëse ishte vetëm ajo e një fëmije që mezi e njihte. Lura kur nuk e konsideroi veten heroin. E shihte veten vetëm si dikë që bëri atë që duhej bërë. Por për Gentin, ajo do të ishte gjithmonë personi që i dha dhuratën më të çmuar, vetjetën. Dhe për të gjithë ata që patën jetët e tyre të prekura nga guximi i saj, do të ishte gjithmonë kujtimi se mirësia, mençuria dhe trimëria mund të vinë nga vendet më të papritura. Dhe ndonjëherë, vetëm ndonjëherë, një zë i vetëm i vogël është gjithçka që bota ka nevojë për të ndryshuar.